Mesazhet e këtyre ajeteve janë që sado që kemi pozita të larta, sado që mendojmë se kemi arrit doktoratura të ndryshme, fauqa kulli dhi ilmin alim, mbi çdo të ditur ka edhe më të ditur. Kur nuk ban me menu që i ma i dituri. Do të me qenë modest me morë dituri edhe prej më të voglit, edhe prej ati i cili është në pozita më të ulta se ti. Pastaj mesazhi i kësaj është që do të me pas këmbgulje në dituri, me pas sabër në dituri, dhe mesazhi kryesor i kësaj është sado që neve mundën me unauduk nga njëherë disa veprime jo të mira, ato nëse janë me analizë dhe me plan, ato mujnë me pas bereqet. Me një fatkeqësi që neve në sytë e tonë na duket keq, mundet me pas mirësi të madhe. Prandaj do të me pas kujdes kur i reagojmë dietarëve të ndryshëm për ndonjë fetva, që në sytë e tu mundet me u duk keq, edhe akuzon për kufër, e akuzon për devijim atë dietar. E pas një kohë të madhe e vërtetojmë se ai dietar mire pas ka pas. Siç ka ndodhur shumë gjana në këtë dynja edhe në kohën e fundit, që dietarët i akuzojnë me të madhe e pastaj e vrejnë që ai dietar fjalimet e tij kanë qenë të sakta. Duke akuzuar ato për devijim, me shumë gjas mundesh me kanë te ai i cili te viju njerëzit. Musa a.s. reagoi ndaj këtyre veprime të Hidrit a.s. Por në fund e kuptoi që këtë këtu veprime me mbyt një njeri, mja këthy me të keq anijen mja prish, pas kanë pos mirësit më aja. Prandaj, Allah na mundsof të jemi prej atyre që reagojmë me vend, kërkojmë dituris me këmbgulje, jemi modest në jetë. Allah na mundsof që të praktikojmë ajetet e tij. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu.